i merr, i lexon edhe i fikson aty në pozicionet e veta. Edhe kjo është një si ajo tjetra aty, si makineri, kjo mund të komponent që pak më të mëdhej se sa ata të tjera. Se vështirësia është ke komponent vegjël, jo të mëdhej. Pastaj kalojnë te procesi i pjekjes, pra atë që montuar në atë makineri, kjo puna këtu të fikson. Edhe kalojnë procese të tjera pastaj që të shohim. Industriali si proces pune, është që konsumi tani që në migrant. Ju keni qenë migrant atje? Po, edhe zanafillën e hapjes ky subjekt këtu e ka pikërisht vitin 2006-2007 kur politikat ekonomike të qeverisë atjeshme ishin shumë favorizuese për biznesin. Si unë, që në këthuj shumë persona në atë periudhë me fjalë, hapën biznes këtu. Disa i mvijetun, disa si mvijetun, po, shpresojmë që bëhet mirë prapë, këtë dirë që këthehen edhe të mbijetojnë. Doktor dhe një menaxhim perfekt i stafit, burimeve njerëzore. Kam taku zonja të kënaqura që punojnë të kohë. Vetëm përgëzime dhe siguri se ne do bëjmë një revolucion fiskal. Do transformojmë klimën për biznesin. Kësaj here ne kemi dhe një eksperiencë, si që theksuat vetë. Dhe me shpejtësi do vendosim standardet më optimale, më miqësore për biznesin. Për të gjithë eksportet, ne garantojmë spari një bord i cili do të kompensoj qindark për qindark, cent për cent rënjën e euros, e cila është një faktor që dëmton shumë çdo sipërmarrës që prodhon për eksportin. E dyta, ne ulim çmimin e energjisë. Nga 18 do të jetë 6 lekë. Do ta kemi më të ulët. Dhe kjo përbën një leverdi për të mirë për biznesin. Po, këte dy probleme ka biznesi fasad sot. Ka problemin e rënies vlerësimit të euros, sepse ne faturojmë me euro, shpenzimet i kemi me lek. Pra aty është një humbje shumë e madhe në konvertim. Edhe mungesa fuqisë punëtore, sepse siç e dinë gjithë në politika që kanë qenë deri tani, shqiptarët të larguar. U boshatis vendi. Po. Para një javë, unë isha në Qafmali. Një investim me të vërtet shumë impresiv në ujë Lajthiza. Një investim të 10 milion euro. Punëtor nga Azia. Kishtë dhe vendas punëtor nga Azia. Dje isha, jo, para 2 ditë isha në Borsh. Në Borsh, nga Myanmari, tjetë aty. Ky ndoqi këte politikë tikin se do marrin punëtor nga jashtë. Mirë po, kjo në zbrazin vendi. E zbrazin në nërë të pamëshirë dhe i ka dhanë vendit disa tregues që si ka më askush në botë. Do me thonë, javën e kaluar, ne, si pas Organizatës Kombeve të Bashkuara, ishim vendi me lindshmërinë më të ulët në botë për shkak të emigracionit. Për shkak të emigracionit. Çka do të thotë se një përpjekje shumë të madhe duhet të bëjë për ta sjellë kombin në moshën e rinisë, se faktikisht e ka humbur atë moshë. De facto e ka humbur. Ka hipur mbi 613 vite
do bëjnë shumë ju e shtruat me të drejtë, krau i punës dhe tregu i punës është jashtëzakonisht i rëndësishëm. Ne edhe në këtë aspekt do kemi një bashkëpunim shumë të ngushtë me sipërmarrjen, në mënyrë që të ketë, si të thosh, një trajnim të vazhdueshëm. Shteti të krijojë të gjithë lehtësira fiskale dhe të tjera për këtë proces. Do bëjmë një politikë demografike me të cilën do synojmë të nxisim në maksimum fëmijën e tretë, duke marrë përsipër nga lidhja gjernisë të 3 vjeç. Do bëjmë gjithçka për të kthyer ata që kanë ikë, si që një kthyer ju një histori e vërtet suksesi. Ne që sot mjetojnë në kushtet vështira. Kushtet vështira se rënja me 35% e kursit euros dhe injorimi total i kësaj rënje, sepse qeveria ka mundësi t'ja u kompensojë. Jo një porta kompenson se ju paguajnë rroga, gjitha ju e keni mbajtur. Keni arrit të mbani me aftësitë, zotësinë, me humbjet të gjitha. Po tjerë se kanë mbajtur do të kanë falimentuar me mira punëtorë kanë vënë të punës, sepse bëhet marrëveshje midis trafikante dhe betonit, qeverisë dhe betonit. Tjerë nga rres. Kjo është vërtet. 3 vite me radhë që prodhimi industrial bie në mënyrë të vazhdueshme. Nga 2023 në vitin 2024, eksportet që janë prodhim dhe punësim kanë rënë 32%. Pra kriju një rreth vicioz, por ne do ta presim këtë rreth vicioz, do ta presim dhe personalisht përgëzoj shumë. Personalisht jam i bindur që do bëni ndryshim, sepse i kemi parë ndryshimet, kemi përjetuar që atëherë kur filluam punën edhe gjithë ditat shkonte në për tatime, që dokumente, merr dokumente, pastaj u bën gjitha sistemet online që janë akoma ato, nuk është tua si gjehom. Pra në 2009 të gjitha u bënin nga zyra. Absolutisht. Ky ishte një lehtësi e madhe për biznesin edhe këto. Prapi rikthehemi në të biznesit. Ne duhet të krijojmë klimën më miqësore. Për ne motoja do jetë prodhim. Prodhimi është punësim, prodhimi është ardhura, prodhimi është zhvillim, dhe ne do bëjmë gjithçka për prodhim. Shohim edhe proceset e tjera. Zoti Kryeministri i Shqipërisë, mirë se na erdhi. Suksese, Faleminderit shumë. Je njeriu i komplit. Shumë faleminderit. Do të them 2 llafe. Na futën në Europë, ti na ke futur në Europë, na dha pasaportën. Me NATO, pritet presidentin Bush, tash do të presin e presidentin. Ti je presidenti i ton kombit shqiptar. Suksese ko marrë vetëm me të ru, urimet, festa si sot 12 asaj bje 15 ditë kryeminist i jashtëm. Shumë faleminderit. Suksese. Shumë faleminderit. Unë e marrë. Vazhdoni. Unë e marrë. Si jeni? Mirë. Bëhen punimet me dorë pastaj, pra ato që kanë nevojë për montimin e ndonjë komponenti me dorë, mund ta përshëndesni i përshëndetje për zemërt. Mos tuni, rini, vazhdoni punë. Mirë shumë. Ju përgëzoj, edhe përgëzoj dhe si përmarsim, në një sektor shumë të veçantë punoni, por përsëri në vështërsi për shkak të euros dhe shkaqe tjera, ne
do t'i lehtësojmë. Këto vështërsi do t'i lehtësojmë. Me 11 maj, pas 11 majt ne do krijojmë bordin që do kompensojmë çdo cent të euros, sepse vëzimi i saj bëhet për shkak të trafiqeve. Asgjë tjetër. Nuk vizesh moneda me state, e garantuar. Vetëm në Shqipëri vëzohet për dhe. Kjo është zona kolegimeve, pastaj edhe programimeve. Si jeni mirë, si shkoni? Miru ecem. Shumë. Si qëndis ma duket. Ma im se qëndis. Është. Suksese, faleminderit shumë. Kjo është zona programimeve që... Ne marë. Valë, mund të përshëndet një doktorin e ke edhe patriot. Si jeni? Si shkoni mirë? Unë me përqëllim të madhë. Ka ndurë të arta. Po, Shqiptarët bravo, punën e bojnë shumë mirë. të lumët. Edhe ju, se... Ne marë mirë, si jeti, si shkoni. Mirë, faleminderit. Bravo. Si të esën puna mirë, Shumë mirë. të lumët. Një vili salë tjetër, mund që bojmë mbylljet pastaj në për kampanë. Si shkoni. Si jeni. Si je, përshëndetje, si kaloni. Si jeni. Unë shumë delikate, shumë të veçantë. Të lumë. Fitore, bravo. Do fitoj. Ju përgëzoj, ju falëroj. Dhe ne do bëjmë gjithë shka për të bërë sa më miqësore klimën e biznesit. Ju pafë. Kjo është nisë ku bojnë mbyllje. Pastaj që mbyllen në për kutija ose në për kjo është një kolegim tjetër. Unë e marë. Si je, si shkonë. Si të esën puna mirë. S'kini emocione, janë për njëshin do të. Janë njëshë. Të gjitha njëshe janë. Njëshë janë. I përshëndetje shumë për zemër. Dhe respekt për një. Si jeni? Mirë. Si shkoni? Mirë. Unë shumë delikate, shumë të mirë. I ke 99% bio, gjithë kështu që Shumë mirë njohëse. Urime. Të gjithë njësha me datën 11 maj dhe ne pastaj, sepse sipërmarrës si juaj dhe shumë sipërmarrës të cilët kanë mbajtur sipërmarrjet në këtë periudhë, janë treguar shumë të guximshëm, janë treguar shumë të përgjegjshëm ndaj jush, sepse rënja e euros 35% është goditja më e rëndë për çdo sipërmarrje që eksporton. Dhe qeveria nuk mori asnjë mas për t'i mbështetur. Qeveria fare mirë duhej, gjëja e parë që duhej t'u kompensonte
dëmin, humbjen që u krijon rënja e euros. Por qeveria ka mendjen tek betoni. Këta ka mendjen tek euro, narko-euro dhe betoni. Dhe aty mbahet, por vendi nuk mbahet me to. Vendi mbahet me prodhim. Me prodhim të gjithanshëm. Dhe kjo është krenari kombëtare. Prodhimi është krenari, që është e vërteta. Kjo që i bëri ju është krenari e vërtet. Eksportohet në gjithë botën. Të ikim në Angli. Punë të marë. Edhe në nuk pa, në lumë që të durë. Faleminderit. Faleminderit. Patjetër në shpitoj. Faleminderit. Edhe ju shumë të mira, shumë faleminderit. Shumë faleminderit Zoti për të pritje dhe të shfrytëzoj rastin për të sjellë ju dhe jap ju për shtetit më të përzemëta, ju lortat dhe kurë, për të sipërmarrje model që keni ngritur dhe drejtoni, të përshles shumë përzemërsisht ju zonjave dhe zonjushave këtu që punoni me përkushtim dhe keni arritur standarde në të mira në një sipërmarrje ku punohet me qarqet integruara, një sipërmarrje që eksporton jashtë vendit produkte shumë cilësore dhe të vlerësuara. Duhet ta përgëzoj edhe njerë sipërmarrësin dhe portatët, sepse 3 vite të fundit ka qenë kushte jo miqësore pune për të gjithë eksportuesit, provuesit dhe eksportuesit të Shqipërisë. Kanë qenë jo miqësore për arsye se euro me cilin këta i kanë transakcione të tu që dërësua
në 35%, vlerësim shumë i dëmshëm për një sipërmarrje e cila ka një marrë caktuar fitimi dhe qeveria në vend se të krijon të borë në të cilin të kompensonte çdo cent të rënjes e euros dhe këto të mbanin sipërmarrjet e të zëronin nga te ndodhi që Qina sipërmarrje eksporti u mbyll. Dhe ata të cilët kanë mbajtur, ata i kanë mbajtur në saj kafësi shumë të shquara tyre, sepse kushtet kanë qenë me vërtet të papërshtatshme. Qeveria doli me një qëndrim ndaj eksportuesve, një qëndrim absolutisht jo vetëm antiekonomik, por në çdo aspekt shumë të dëmshëm. Edi Rama në vend se të kompensonte për euro e rënë, doli me mendimin se fasonet janë normale për botën e tretë. Ja u rrot të shohë se cila është bota e tretë në duart tuaja.